Edhe këto ndërtuesit na duhen e hangër drejti, se edhe Po na duhen ndërtues të ndershëm vëlla, jo Ore, njerëz jam dakord. shkatërrojnë urbanistikën e qytetit. Ja po them ty një gjë. Saranda për shembull më dhimbti. Po them se ishte ndërtuar, domethënë unë nuk jam kundër ndërtimit vëlla. Për ndërtim pa kritera, unë po të marr që skrijon hapësirë. Shembull, ka njerëz që kanë marrë gërmada, po i kanë kthyr në park, po them Fish City në Labinot. Ka fjalë sa dush njërën tjetrën, por është kthyr një park, nuk është thjesht vetëm biznes restorant. Shko shive 2 kinemat më të mira të Republikës i ke në Fish City në Labinot. Ke teatrin më të mirë. Ke një sallë për takime, për koncert. Ke gjithat park që luajnë fëmijët. Pra unë nuk jam kundër ndërtues vëlla, se ti nuk bëhesh dot ndërtues. Ti je eduku, ke ardhur deri këtu me shku me i dhon psim njerëzve. Ku do bëhet ndërtimi? Po. Dhe si do bëhet ndërtimi? A do zhduket parku? Jam dakord, po ky do ruhet parku. Jam dakord, por ky ndërtim nuk e shkatarroi Rama. Ky u shkatarrou se kishim një bisedë me Shabanin. Ky u shkatarrou që me lejimin e parë të ardhjes se s'du të përdor të prurjeve të mëdha që erdhën nga gjithë Shqipëria në Tiranë, e në Bregdet dhe zaptun toka shtetërore, toka publike, toka dhe e shkatërrun strukturën. Tash si të bësh? Ti zotëri, jo, s'ka qenë nevojë. Dgjoj, se je studio. Jo, mbijetesë, Hammurabi thotë, kooperativat malore ka qenë tmerr. Edhe unë kam shku në Amerikë, por nuk kam shku me i zaptu tokën dikujt. Edhe shteti... Po shpërbë shteti o burr. Njerëz mbetën me kratë të tyre, çfarë do bënin? E lejun, mor zotëri, e lejun. Po e shkatrun pra shteti. E lejun zotëri. Jam dakord që e bën me qëllim. Shkatrun ushtrin, shkatrun shtetin, shkatrun nuk është ai fakiri që ka ndërtuar i shtëpi, po oligarku që ka zënë parkun oligarku. Qose ti përkra palishmërin, nuk bëhet vonë mua je i vobegët as je i vobegët. Ka të vobegët edhe në Amerikë, ka të vobegët edhe në Angli, ka njerëz që flen jashtë ku do të bëhet. Problemi është këtu. Ligji nuk është abstrakt. Zotëri. Nëse ligji nuk i shërben shoqërisë, shoqëria te kalon ligjin o burr. Patjetër. Problemi është që ti lejove një precedent shumë të keq dhe po e pagu sot e kësaj dite dhe hajde shite ato që kanë zënë tokat, siç ishte rasti Astirit, prit, një minutë, rasti Astirit, ku dolën me huje me pse u legalizu gjysmë e Shqipërisë dhe nuk legalizohet gjysma tjetër, se ky është problemi. Sa i legalizohen, sa nuk i legalizohen. Legalizohen gjithë. Po, jam dakord. Dhe pronarët që kishin pronat, akoma s'ka marrë pronat, një ndërtoj jam dhe unë, akoma s'kan morë kompetencë pronave dhe këto që erdhën me huj është qytetaria, ajo që thashun, duhet bësh ndërgjegjësim qytetar, këtë duhet bësh shoqëria civile. Sepse mund vesh ato në hujt. Jo. Desha them atë. Ajo ka not, por atë nuk mund ta riparosh. Dhe tash çfarë do të bësh? Mbrenda kësaj e mbrojmë dot të parkun aty. Po, parkun. E mbrojmë dot, po këtë tjetrin, te stadiumi Dinamo. Po pse si mbrojmë atë? Po na e marrin dhe ato. Atë që po themun është që mbrenda kësaj katraure që u bë dhe nuk di si ç'ta bësh. Por atëherë u bë se s'ki shtet, tani bëhet për shtetit, është më keq. Bësh më keq sot se sot ke shtet dhe nuk flet. Që dojte ajo rruga doj. Ore po sot ti shkosh shife, ka astiri. Po dëm shpërblem o zotri, rruga duhet, do të shpërblem. Pa i ka ndërtuar jetën aty. Dëm shpërblem me i tokë grabitur. Ai ka ndërtuar jetën grabitur. Me i tokë të grabitur, le të kanë ndërtuar zotri dhe tokë grabitur. A e diti ligjin e Hammurabit? 3 kolona e majnë shtetin. Prona, feja, besimi jo feja, prona, besimi dhe ligji. Pra, e drejta do vrasin gjysmën e njerëzve për një ligj abstrakt. Kur i thanë që hik për këtu dhe merr apartamentin, jo du sipërfaqen që më kanë zonë. Për 30 vjet kanë bërë lek me biznesin kanë aty dhe kanë krijuar një Kandahar. Një Kandahar kanë krijuar. Po pse? Pra, kjo politik. Ato pallatet nuk janë Kandahar. Pallatet që janë ndërtuar me le nuk janë Kandahar aty. Estetikisht Kandahar janë. S'ka si park, s'ka si shkollë, s'ka si çerdhe. Është po se e kanë ndërtuar, e ka shkatërruar sistemin. Po e ka ndërtuar bashkë me burr. Sali Berisha me Edi Ramën. Ai kishte kryetarin e komunës, ky kishte kryetarin e bashkisë. Qose do të krahasosh tash se po futem kot. Qose do të krahasosh Tiranën e Sali Berishës me Tiranën e Edi Ramës, është të krahasueshme me pa krahasueshmen. E ke parku rinia vite era shurr. Pa e di që s'do ketë më park rinia se do bëjmë kull pastaj. Ku e diti? Po këtu kjo ju tha edhe për parkun mbas teatrit Operas dhe u ndërtu. E njëjta gjë po bëhet tek Teatri Operas stadiumi Dinamo. Kam qenë dhe unë kundra. Atëre. Prit, një minutë. Kam qenë dhe unë kundra dhe të ndërtoi se ti e di shumë mirë në Amerikë bëhen që të ndërtoi se ajo ishte një llamarin, ajo ishte një turp.